Kuvendi verifikoi mandatin e deputetës Valbona Adili Emini, e cila zëvendëson deputetin Salim Sulejmani nga koalicioni Vlen. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve paraprakisht konstatoi se Emini e ka pranuar mandatin si deputete e Vlenit nga radha e televizjes Besa, por jo të gjithë ishin pro në kuvend. Deputeti Bekim Çoku akuzon BDI-n për mos votimin e mandatit të ri të Valbona Eminit. Nuk ka ndodhur kur në këtë kuvend që deputetët votojnë kundër verifikimit të ndonjë mandati. Dua të theksoj se kjo BDI e ka votuar për mandatin edhe të kriminalit të luftës, e ka votuar mandatimin e Johan Tashulovskit, i dënuar nga gjykata e Hagës për krime lufte me 12 vjet burg, krime ndaj civilëve shqiptar, gra dhe fëmijë. Deputetja e BDI-s Rina Ajdari shkruan se kolegës i uron mandat të mbarët të suksesshëm, por shprehen kundër fenomenit Salim Sulejmani, i cili sipas saj e kontrabandoi mandatin e fituar nga populli për përfitime personale në diktatin e liderëve të Vlenit. Ky reagim erdhi pasi qeveria e ka emëruar ish deputetin e koalicionit Vlen Salim Sulejmani si të dërguar special për vendet arabe. Për më tepër nga ASH thonë se Sulejmani u emërua si i dërguar special në Arabinë Saudite dhe jo si ambasador i plotfuqishëm, siç ishte pritur nga ai dhe mbështetësit e tij. Gjithsesi edhe deputetja e ASH së Taravarit Mimoza Musa vendosi të mbetet në Vlen. Madje njëri nga krerët e këtij koalicioni, Zet Mexhiti, tha se kjo nuk është e tëra. Ai së fundi ka deklaruar se 3-4 deputetë të opozitës do t'i bashkangjiten shumicës parlamentare. Lëvizjet e shifni janë tektonike. Hesabet e shtëpisë nuk kanë dalë në treg, mendoj që qeveria ka shumicë stabile, shumica po forcohet, po fuqizohet, sepse dhe i duhet për realizimet projekteve të tilla që në interes të qytetarëve. Por kryetari i ASH-s në kuadër të Frontit Evropian Zjadin Sela thotë se kjo është gënjeshtër. Mislim дека таква ситуација во Европскиот фронт немаме. Јас барем зборувам за делот на пратениците на Алијансата за албанците во фронтот. И јас лично средби во ова насока не сум имал. Мислам дека е ова голема лага и пропаганда која се развива во општеството, а јас сум повеќе за да почнеме да градиме стандард. А стандард за граѓаните и за државата треба да биде вистината, а не лагата. Политичар кој треба да се поддржи се политичарите кои се вистински, не кои се лажни. Sulejmani, që vinte nga radhat e Aleancës për Shqiptarët, dha dorëheqje nga mandati pas mos pajtimeve me kreun e Partisë Serbe në Taravari. Ai është shprehur se vendimi për t'u larguar erdhi si pasojë e afrimit të Taravarit me BDI-n, duke cilësuar këtë si një devijim nga parimet për të cilat ishte angazhuar. ASH-ja e Taravarit e ka kritikuar ASH për këtë zhvillim, duke quajtur dorëheqjen dhe emërimin e Sulejmanit si pazar nate dhe nënçmim politik.